Mirëmëngjes, ditë të mbarë të keni të gjithë dhe mirë se erdhët në Villa 24. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Katerina. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju uroj një ditë bukur dhe juftoj këtu te këndi joni gatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot. Dhe siç e shikoni, tryeza jonë është mbushur plot me çfarë? Kemi mishpule që kemi në tenxhere. Kemi miell gjalp kos, vezë. Pra me këto produkte, shikoni do me thënë, nuk është se kemi shumë gjëra, por do bëjmë shumë gjëra, që do të thotë, do të bëjmë një tartë, do me thënë, kemi një gatim një tartë, që do t'jetë e ëmbël dhe me marmalat fiku e kam përzgjedhur unë, janë të stinës tani, sigurisht, është shumë e mirë, edhe ato që kam mbledhur fiqja, do me thënë, ato që nga fshati që ashtu, dhe u dërgojnë dhe këtyre në qytet, e bëjnë të tartën me lezet. Edhe Kati nga bëri një vjersh dedikuar tartës. Ndërkohë që ne do të shkojmë dhe në Korçë sot, sepse nga tradita e Korçës sot do të sillim një gatim atë që thash me mishpule të cilin neve kemi vendosur këtu që të na zihet pula, se ajo është nuk kemi ato pulat e Korçës, do me thënë të fshatit, por kemi këto pulat që edhe këto e bëjnë shumë të mirë këtë recetë. Se jo të gjithë e kemi mundësinë që të gjejmë, do me thënë, pulë fshati. E kemi vendosur në ujë, do me të zihet, në unë është ajo mënyra ime të gatuarit të pulës, atë që them gjithmonë, valoj ujin dhe pastaj e vendos pulën brenda, sepse dua që të më ngelet e shia tek pjesa e mishit të pulës, përveç se duhet të nxjerrë lëngjet. Dhe e kemi këtu siç e shikoni dhe do të tregoj më mbrapa. Unë do filloj me tartën për të bërë, sepse përgatitjen. Tani mirë, këtë pulën me çfarë do ta bëjmë neve? Si do të jetë receta? Vetë me miell, quhet pulë e tiganisur. Vetëm me miell, gjalp, edhe kri piper dhe këtë piperin e kuq që hidhet në fund fare për lezzet. Dhe hudhra, një 2 thelpin hudhër. Ajo që bëhet si e trash, kështu si qull po themi apo? Diçka e tillë, po e bëjnë ato, nuk e tiganisin, dhe pse e kanë atë emërtimin e tiganisur, ato nuk e tiganisin në tigan, por e vendosin në furë. E kuptoj. Do ta tregoj mënyrën, se bëhet shumë e mirë, do të thënë, sepse është një recetë nga këto të thjeshtat që tradita jonë kryesisht i ka, të shpejta, por edhe interesante për të rikujtuar. Shumë mirë, Anila, është tamam ashtu siç e thua. Do filloj me tartën. Me tartën do fillojmë, për të cilën na duhet çfarë? Do qëndroni këtu me ne, sepse ne sot do ju tregojmë edhe këto petullat që bëhen me kos edhe me djathë. Do t'i sillim në mënyrën tonë. Sigurisht që i kemi të mira, po nesër do i keni akoma më të mira. Kështu që na mban me shpresë mori që të na ndjekin, të na shikojnë. Se me Kati e vërtet ajo është që do jenë të mira dhe janë të mira. Janë të mira ç'është vërtet. Atëherë fillojmë dhe përgatisim brumin e tartës, sepse dua ta lë të qëndrojë. Mund ta lëni edhe në frigorifer, por dhe në ambient të kuzhinës tuaj. Dhe pastaj do me thënë do të ndërtojmë tartën, që do të thotë fillimisht, neve këtu kemi 200 gram gjalp dhe do të marrim edhe 350 gram miell. Miell për çdo përdorim, ky është mielli. Këtë do të përdor unë, sepse do përdor edhe një lugë të kafes baking powder, 2 të verdha veze, gjalpin, një majs krip i hedh gjithmonë unë në ëmbëlsirave. Tani këtu duhet të vej tek 750, s'ka problem. Do ja them, do me thënë që t'i shikoni ca gjëra edhe me sy, sepse ju kam thënë që nuk ka nevojë ato që neve i përgatisim vetë në shtëpi, nuk janë që të kemi peshore për të matur këto gjëra. Edhim një sasi fillimisht, atë që ju them gjithmonë. Edhe shikojmë pastaj se çfarë do të na duhet tjetër. Tani për pjesën e gjalpit, e kemi këtë paketimin, e kemi enkas, me thënë aq sa duhet. Atëherë, paketimi i lufrës që ne po përdorim është 200 gram. 200 gram gjalp do t'ju duhet për ta përgatitur brumin e kësaj tarte, kështu? Po. Sigurisht që kur përgatisim, ku e kemi, e dini ju, e keni parë, për i keni provuar, i keni shijuar. Thjesht për ja kujtoj që nëse na mungon ajo peshorja në shtëpi, që Kati thot gjithmonë, edhe nëse e teprojmë pak më shumë dhe nuk hedhim 200, edhim 220 gram, nuk u bën ndonjë. Nuk u bë qameti madh, por ajo do të na dalë përsëri shumë e shishme, thjesht tarta e do gjalpi në temperaturë ambienti. Me këtë letër, juve duhet të lyeni këtë pjesën e tartjerës tuaj, do me thënë të një tave tarte, por që është e vërteta e lyeni dhe pastaj vendosni këtë letrën e kuzhinës, që ajo të ketë mundësi të ngjitë më mirë dhe që ta nxirrni më mirë pastaj në momentin që doni që ta servirni. Kjo është ideja e kësaj. Tani këtu kemi hedhur gjalpin, tani këtu unë kam një lugë të kafes baking powder. Është e mjaftueshme. Ma tje të nxjerrim këtu që të hedhim atje për para. Të mielli, mos të ngjitet në Kam këtu pak vanile, nëse doni hidhni, nëse doni mos i hidhni brumit. Edhe kam këtu edhe një majës krip. Ja, një majës, kjo është. Një majë. Tani i përzije këto që të më bëhet përzierja.
E e miellit. miellit me këto aromatizues që hodha. Okej. Dhe përzihem pastaj edhe pjesën me gjalpin. Dhe sheqerin, se s'kemi hedhë sheqer. Në gjysmë filxhan. Është mjaftueshëm. Mbaj dhe pak, unë nuk e hedhë të gjithin. Unë jam qik e ashtu tek puna e sheqerit, nuk është se kam shumë qef. E dua do me thënë të ketë sheqer, po aq sa duhet. Jo ta teprojmë. Në kuptoj. Plus që tarta do t'jetë edhe me reçelin e Marmalatën e fikut, që do të thotë ëmbëlsia do t'i shtohet edhe nga marmalata. Vetëm të verdhat? Vetëm të verdhat. 2 të verdha vezësh. Vezët kemi thënë që janë një ndër përbërësit e rëndësishëm në gatimet tona. Dhe në ëmbëlsira pa diskutim, por edhe në recetat e kripura. Të bardha apo të kuqe, në paketim të vogël apo të madh, çdo kokër O Vital përmban të gjitha vlerat ushqyese, freskinë maksimale, pulat qëndrojnë në një ambient fantastik, që është e vërteta, në ambientin më inovativ dhe më miqësor me natyrën që mund të ketë patur ndonjëherë. O Vital vjen me një eksperiencë mbi 20 vjeçare në tregun shqiptar, dhe ajo që e bën të veçantë është jo vetëm fakti se si pulat qëndrojnë, se si vezët vinë të kontrolluara e të fresta në shtëpinë tonë, por një tjetër veçanti O Vital është shpejtësia me të cilën vezët vinë në treg për konsumatorin. Pra qëndrojnë aq pak sa që ju I keni gati si të freskëta, si të kishit atë pularin e fshantit në shtëpinë tuaj. Kështu që cilësi në 4 stin, me një plan ideal do të nis dita pikërisht me O Vital, dhe ne kemi nisur me një recet që na do edhe 2 të verdha veze që e bën atë brumin e tartës më të verdhë, më të shkrifët dhe më të shishëm gjithashtu. Por, ne këtë tartën do ta bëjmë sigurisht edhe me përbërës të tjerë. Tarta do pak përbërës, kështu që po I përmend të gjithë nga pak, sepse do të na dalë pa diskutim e mrekullueshme edhe shumë e shishme, sepse brumi do të bëhet pikërisht me mielin për çdo përdorim, me shpëtimtarin tonë në kuzhinë, siç ne e quajmë ndryshe, sepse është pothuajse I kudo ndodhur, kudo e kemi. Na duhet miell për çdo përdorim. Do bëjmë një ëmbëlsirë për çdo përdorim, do bëjmë një bukë, do bëjmë ca petulla pak më vonë. Sigurisht që ky paketimi blu na shpëton në çdo situatë. Në rastin e ëmbëlsirave Katin e ka thënë që duhet jemi pak më të vëmendshëm me gramaturat, dhe ja ku I keni këtu. Nuk lodheni të nxirrni peshorën e të masni, ose nëse nuk e keni një sy të stërvitur në kuzhinë, paketimi I miellit Ola nga Atlas na vjen në ndihmë. Ndërkohë që Kati merret me brumin e tartës që do pak kohë të shkriftohet gjalpi, unë po vazhdoj të falenderoj e të përshëndes gjithashtu të tjerë bashkëpunëtorë tanë. Të thamë që në fillim që e kemi tryezën tonë plot, sepse na ka ardhur furnizimi I ri nga Lufra, për të qenë sa më të freskëta produkte që ne kemi në studion tonë, që nga qumshti, nga kosi, nga gjalpi, djathi kaçkavall, nga kefiri, nga ky kosi që kemi këtu që ka sasinë më të lartë të probiotikëve, është një kos që pihet edhe mund ta merrni edhe me vete, keni në paketime edhe më të vogla gjatë ditës për ta konsumuar ashtu teksa punoni, dhe plot produkte të tjera që vinë në logon e kompanisë Lufra. Në fund të fare, të doja t'ju përmendja salçiçet e preferuara tonat këtu në Vila 24 dhe tuajat në shtëpi, janë salçiçet Vudi, salçiçet e pulës, të cilat gjithashtu vinë në formate dedikuar të gjitha preferencave të konsumatorëve, që nga salçiçe më të vogla në përmasa në paketim 3, gjithashtu vinë në 4, në salçet më të mëdha në formën e hot dogut, kështu që mjafton që ju të lexoni Vudi, sepse shija dhe cilësia është brenda çdo paketimi që ju gjeni në marketet kur bëni pazaret tuaja. Shumë mirë, Anila. Faleminderit, Katerina. Kemi rritur do me thënë në kohë. Ky brumi, edhe brumi, do me thënë gjalpi ka përthithur. I tartës bëhet shumë I mirë. Vërtet të lodh pak për të punuar, se duhet të shkri gjalpi. Edhe pastaj e kemi gati. Tani kjo duhet të rritë të qetësohet, dhe pastaj do ta kemi gati për ta hapur. Okej. Vendosim aty. Është edhe një mënyrë tjetër që bëhet, që është shumë e thjeshtë, që përveç se kësaj mund ta lëm kështu, si thua, të pa përpunuar dhe ta bëjmë të tillë të fortë, do të sillim një herë tjetër. Edhe hedhim si grimca poshtë. Thërmohet. Po, thërmohet, edhe pastaj e mbushim me fruta të freskëta, që për shembull ka në treg pa shërush që shiteshin kështu
me çmim më të ulët që ishin veç se kokra. Po, janë shkëputur Kështu që janë ekonomike, ato mund t'i mirni dhe t'i përgatisni një tarë shumë të shpejt për fëmijët, sepse bëhet një tarë shumë e shishme dhe ekonomike faktikisht, se ajo që është që brumin thash mos ta keni kështu që të bëhet, që ta hapni pastaj që të bëni këtë bazën në fund, mund ta jeni kështu të shkriferuar, hidhni frutat një shkriferim prap lart, do ta sillim një herë tjetër, mos me rush ndonjë lloj fruti tjetër që mund të na ndodhi. Tani këtë brumin e kemi gati, do ta lëm pak që të pushoj. Dhe sa të pushoj kjo, ne do të fillojmë me recetën e radhës. Që janë petullat? Jo, mendoj të fillojmë, apo të bëjmë brumin e petullave, ta kemi dhe atë do bëjmë me qesë. A të lexojmë recetat, shpejt e shpejt. Ndoshta ka zonja që duan të bëjmë petulla tani, mi ka shkuar mundja për petulla. Le të shohim të gjitha recetat në ekran dhe zgjidhni ju se çfarë do të gatuani sot. Nëse keni pul në shtëpi, bëni një pul të tiganisur, është një recetë tradicionale kjo e Korçës, na duhet një pul, 6 lugë miell, 100 gram gjalp, 2 thelpinj hudhra, 1 lugë piper të kuq, krip edhe piper. Pra është shumë e thjeshtë, mjafton të keni pulën, sabadomendja miellin dhe gjalpin e keni gjithmonë në shtëpi, erzat gjithashtu janë pjesë e kuzhinës tonë, ndaj pse jo të mos të përgatisni edhe ju këtë recetë. Tart me marmalat fiku, sapo e kemi nisur përgatitjen e brumit të tartës me 350 gram miell, mielli Ola për çdo përdorim në paketimin blu, 150 gram sheqer, 200 gram gjalp, gjalpi i lufrës sigurisht që i jep shumë shije dhe na ndihmon ta punojmë brumin, një lugë pluhur pjekës, na duhen 2 të verdha vezësh, e sigurisht që vetëm vezët O Vital, një pako vanilje, një filxhan marmalat fiku dhe sheqer pudër. Kjo është e gjithë receta që ju duhet, kemi bërë vetëm brumin dhe pjesën tjetër do ta tregojmë në vazhdim të gatimeve tona. Do bëjmë petulla. Do bëjmë petullat. 500 gram miell na duhen, 150 gram djath, një vezë, një lugë sot buke, kos, një lugë lëng limoni dhe vaj për skuqje. I keni këto në shtëpi, hajde bëjmë tani shpejt brumin dhe ham petulla për mëngjes. Donate për një çika marmalata fikut apo do i ham me djath petullat na? Neve i ham të kripura petullat që ta ham tartën në drek. Anila të lutem më sill edhe një djath me që the për djathin. Si e do, Dele, Lope? Çfarë të duash? Apo kemi një paketim të hapur? Edhe tjetra. Na sill një edhe vajti. Tani që do të thotë neve me që morëm 350 aty, edhe me thënë të drejtën kaq na vajti, nuk e di se si duhet a druket, po çrëndsi ka. Ka lopës mora unë. E mirë, s'ka gjë mirë bëre. Ja, me 500 gram miell, dhe të mbaj pak këtu, që të kem pastaj për të hapur. Tani këtu, kam një lugë, sot buke, të çajtë. Lugë çaj me sot buke. Të marrë një lugë, i kemi këtu afër tani. Po. Edhe krip anila, ja të marrim këte nga kjo krip. Marrim nga komshi. Pak krip, se duhet kemi kujdes për punën e kripës, ne që do t'i bëjmë e djath, se do t'a hetë gjithin atë djathin, Anila. Do t'a thërmojmë brenda? Po, do t'a thërmojmë brenda. Po, mirë, po t'a bëj gati. Do të hedhim këtu një kokër vezë. Një kokër vezë. Do të hedhim pak vaj. Edhe atë që duat ju them të dashur anvisa, hidhni, si thua, një lugë të çaj, të supës, do me thëmë pak lëng limoni, sepse e hedhim këtë. Përse shërben kjo? E hedhim këtë që mos të thithin vaj. Ashtu, Mos të thithin vaj dhe bëjnë shumë të mira, kështu që një thik anila, pastaj e kemi andej. Atëre, kemi hedhur këtu sodën, pak kripën, një vezë, një 2 lugë, po. Edhe do marrim pastaj kos sa të marrë që të na bëhet një brum i fortë, ashtu si brumi i tartës. Okej. Pas edhe do shtojmë edhe djathin, edhe kemi gati brumin, do ta lëng pak të neve që të na pushoj, dhe do t'i kemi gati për të filluar për të skuqur petullat. Jo, do hedh me kosin, këtë kos të marrim tani, marrim këtë që është me më shumë përqindje, s'ka gjë. Me përqindje më të lartë të yndyrës? Atë jetë për të hapur të Janila. Unë jam për të hapur shishet, paketimet dhe për të ndezur sobën. Kështu që... E din dhe ambisa tani, do me thënë këtë gjë. Kështu. Edhe pak lëng limoni. Nuk është se kam hedhur shumë, se ndërsa farët janë një, ishte mbajta në dorë. Okej. Këto nuk na duhen. Provojeni me lëngun e limonit, e shikoni, do me thënë se sa të mira bëhem petullat dhe nuk thithin vaj. E ua garantoj këtë. Duhet ta keni parasysh edhe në petulla këtë gjë. Është një truk kjo, edhe në qofte. Edhe kur bëni qoftet, dhe aty shtoni një lugë të çajit, ose varet nga sasia që do të përgatisni, lëng limoni dhe do shikoni që sa të mira bëhen. Do më duhet edhe pak miell. Po, kemi këtu. Po. Okej. Përdorëm pak për
është ajo që u Me një them. paketim kemi bërë dhe petullat edhe tartën. Tani, kohë sa të martë, do me thënë që të na bëhet një brum i fort. Okej. Se ne do ta hapim dhe do t'i bëjmë, do me thënë, do i bëjmë petulla kështu që i punojmë në dorë, do i hapim edhe, i presim në forma dhe i hedhim. Si të duam. Fillimisht e punojmë me lugë. Që është e vërteta, nuk e shoh që të më doj prap miell. Mendon se është okej, Aqo? Po, mendoj se po. Okej. Ja, duke e punuar. Do ta shikojmë, sa ta përthithi, do me thënë, edhe do ta kemi gati. Në fillim e bëjmë me lugë, pastaj me dorë, sepse gjithmonë themi atë që temperatura e dorës është ajo që na e bën brumin ashtu siç duhet. Po. Patjetër. Njësoj si në brumin e tartës, ajo ngrohtësia e duarve ndihmon edhe gjalpin të shkrijë dhe aty kuptojmë edhe se si është brumi, si është i fortë apo i butë, gjë që me lugë apo me rrahëse nuk arrim ta kuptojmë. Po e bë këtu që nëse të duhet përsëri ta përdorim edhe një herë. Po. Mos bëjmë en palar. Ja na erdhi një brum, do pakës fare miell do ta spërkat unë tani, Okej. edhe do i hedh edhe djathin. Edhe kemi gati, urdhonila. Okat. Tani të thërmoj dhe djathin. Djath tani hidhni sipas mundësive. E do të gjithin? E dale. Okej. Ja kaq. Apo ta hedhim edhe të pakën. Sa është ati tani? Ne atë po mundoj që e kam prerë. Po, Jo, sa e kemi paketimin. e kam prerë. Po, Ah, dalë me se shoh tjetrin. Kemi tjetrin të pahapur. s'ka problema një Po, laska. jo, të lutem. t'ja Mire, japim të hedhim gjitha. pak djath edhe në fund të fundit nuk e konsumojmë kështu si që janë. I marrim fëmijët me vete në shkollë. S'ka nevojë të japim. 230... S'ka nevojë t'u jepni Aty pra, 230, 250 t'u varet. japim djath me vete, e kanë edhe djathin brënda dhe vezët brënda, i kanë të gjitha brënda. Në një petull i kanë të gjitha, do me thënë, vlerat ushqimore, edhe është një ushqim i kënaqshëm për të marrë me vete edhe në shkollë fëmijët. Edhe ne në punë. Mirë, edhe ne në punë. Nuk diskutohet. Si po del? Mirë del, po thjesht tani të fusim. Sa të mblidhet. Të mblidhet djati, do me thënë, dhe të futet djati në mblidhet. brëndësi. Pulo do ta vazhdojmë ta lëm në... Është fikur soba këtej, ta ndes prap? Jo, s'ka nevoj se e kam gati edhe nuk e dua fike që vet? të më e fika unë, se nuk dua që Po, ku isha? Ja, ti po thoje mësimet. Ti bëje mësimet, detyrat. Unë bëja punët. Ashtu, ja dhe. Anila vesh se tani të lutem pak miell që të pastroj duart. Edhe. Dhe nuk ka nevojë, domethënë. Kaq? E shikoni edhe ju në shtëpi në mënyrë graduale do ta hidhni miellin. Ja, hi tani e përthith. Ja. E lëm të qetësohet. Edhe pastaj kur do ta hapim, sigurisht që do përdorim pak miell. Po do ta lëm kështu një herë me këtë masën që neve kemi bërë. Sa duhet ta lëm? E më një 10 minuta në shtëpi, që nuk jo, ka nevojë se gjatë, dëgjoj, okej. këto janë me sod, nuk janë se bëhet me maja që të ashtu, Duhet po të gjithsesi zinen, duhet, të lidhen si, domethënë, produkte që kemi hedhur brenda. Të bëjnë atë, si thua, për mënyrën kimike që të lidhet brumin, kuptoj. të shkëmbejnë ato shijet me njëra tjetrën të gjitha produkte që kemi hedhur brenda. Okej. Edhe bëhet, domethënë, brumi ashtu siç duhet, që ta kemi gati pastaj çlodhet themi më mirë. Të çlodhet brumi. Të lidhet, të çlodhet, të pushoj, të gjitha bashkë. Le të themi ajo koha që do t'ju duhet për të pastruar duart, për të pastruar tavolinën, aq, kaluan 10 minuta e më pas nisim me skuqjen e petullave. Ndërkohë që do të kemi një tjetër recet për cjell tek ju, ajo që do të jetë receta kryesore e drekës tonë për sot, që është pikërisht me mish pule, një recet tradicionale e qytetit të Korçës, që Kati do të na e rikthejë në vëmendje për ju që keni dëshirë të qëndroni traditës apo keni dëshirë të provoni një recet të re, e cila bëhet shumë thjesht me përbërës të gjendshëm në çdo shtëpi, kështu që nuk ka nevojë të bëni pazar, mjafton të keni një pulë në shtëpi,
Edhe recetën do ta bëjmë së bashku në pak minuta. Më thuaj, ke nevojë për mua? Faleminderit, më Anilja. Ti mbajmë këto këtu, të heqim këtë, le ta vëmë dhe këto këtë branta, që mos të bëjmë shumë gjëra. Pastrojmë këtë vëndin këtu, edhe të jemi gati me njëherë. Mendoj që të filloj me tartën. Dorim të tarta, ja. Që ta vendosim në furë, nëse kemi kohën, ta vendosim tartën në furë që të nisim një gjë, mos të kemi të gjitha. Ja, do të na njoftojnë tani si jemi me kohën. Nëse kemi kohën të mjaftueshme, nisim e mbarojmë këtë punë e tartës. Sa minuta kemi? Na ndihmoni pak? Që të dim sa do të qëndrojmë në këtë pjesë të parë edhe vazhdojmë me tartën atëherë. Ashtu, shumë mirë. Kemi bërë tartën, kemi bërë brumin e tartës, tani do duhet ta shtrojmë. Ta shtrojmë dhe nga ky brumi do presim një pjesë për të bërë ato shiritat. Ta heqim mos të duket, me thënë ta kemi aty. Kati, tani më njoftuan që kemi 1 minutë kohë. Mirë, do fillojmë, do ta hapim dhe do t'i presim. Do t'i presim. Me thënë të hapim të pjesën e petës. Mirë është, tani u kujtova, do me thënë të vendosim në një letër guzhine këtë, se na ndihmon më mirë për të vendosur. Për ta vendosur. Se është pak delikate. Është pak delikate. Po s'ka edhe në tavë punohet. Edhe në tavë. Nëse krijohet ndonjë hapësirë. Në atë tavën. Ja, po mirë, thjesht e ndihmon çik kështu, do me thënë këtë dhe pastaj s'ka asnjë gjë. Pastaj me duar, dihet, ajo është brumë shumë i shkrifët, është bërë vetëm i gjalp, kështu që ajo përpunohet edhe atje. Po thjesht nëse duan që ta bëjmë pak më ashtu, tek kjo letra që ashtu e vendosim. Dhe tani e punojmë kështu. Me duar, po. Edhe unë ashtu e bëj zakonisht. Sepse ka tendencën që të shkriftohet shumë shpejt. Pra nuk bëjmë dot një pet, se nuk është me... Jo, në rregull. Po them që nëse duam ta ndihmojmë në atë letrën që do të e vëmë, e hapim, po, dhe vendosim direkt. Kjo është, se nuk është se... Mirë është pastaj këto anët t'i bëjmë mirë. Mbushjen, e bëjmë kur të kthehemi? Çfarë do bëjmë tani? Le ta lëmë t'ua tregojmë, domethënë, të vendosim mbushjen dhe do bëjmë ato shiritat që do t'i kemi pastaj për t'i vendosur lart. Kështu që unë do punoj këtë anë. Okej. Dhe ne kthehemi përsëri, ju presim këtu në kuzhinën tonë. Me pull, me petulla, me tartë, me Katerinën që po kërkon diçka që të lava mani. Jemi rikthyer në pjesën e dytë. E lama aty, domethënë këtë pjesën e marmalatës dhe siç e shikoni të dashura, se kemi vendosur. E ai brumi, që po e rregullonim në... domethënë, është një gjë e thjeshtë, është ashtu si tha Anila, ose hapim kështu, ose e montojmë tek tarta, shumë e thjeshtë për të bërë, sepse është një brum, domethënë, shumë i butë. Një brum që është përgatitur me këtë pjesën e gjalpit edhe të verdhëve të vezëve. Edhe sheqer sigurisht, vanile dhe një majës krip, edhe një, si thuash, luk të çajit baking powder. Këto ishin përbërësit që neve hodhëm. Tani, çfarë do bëjmë? Tani, kemi dy mënyra, ose hapim në shirita, ose mendoj të hedhë, me thënë, të bëjnë në ato thrimzat, që del dhe bukur kur piqet, dhe shkriforohet dhe ngjason si biskot, sepse tartë tradicionale faktikisht, sigurisht që janë visat kanë bërë shumë herë, mendoj të japim edhe një alternativ tjetër, ta shikojnë edhe këtë mënyrë, është ajo që thash që mund të bëni edhe me fruta të freskëta. Kështu që do hedhim pjesën e marmalatës, që mund ta përgatisni edhe vetë në shtëpi, por mund ta gjeni edhe të gatshme. Dhe diçka tjetër, ka ikur ajo koha tani që thoshim ne vendosnim tartën që të piqej në furrë përpara me fasule, me kështu që hidhnin brenda. Vendosnim një letër guzhine, e ke parasysh Anila si kur e bëjmë të kripur? Jo, edhe këtë, do me thënë këtë lloj tartë që e vendosnim përpara të piqej dhe pastaj e mbushnim. Pjesa dhe pastaj e mbushnim, nuk ka nevojë që të vendoset. Ai është një brum i holl, kështu që besoj shumë shpejt. Tamam si brum biskotash. Po. Dhe bësh shumë e mirë dhe e shkrifët. Mbushjen mund ta bëni sipas dëshirës, nëse nuk keni një marmalat fiku, mund ta bëni me një marmalat tjetër që mund të keni në shtëpi të përgatitur. Me rrecella të ndryshme, marmalata të ndryshme që bëjnë në zonjat, ka shumë zonja që bëjnë nga këto. Tani këtë i hedhim kështu, domethënë e thërmojmë, copëza të mëdha të vogla,
Edhe këto, gjatë momentit që do të piqet, do të bëjnë shumë të mira, do me thënë do të kenë një tjetër ngjasi, dhe plus që në moment nëse doni pastaj, mund t'i shtoni edhe atë sheqerin pudër, dhe ju jep një tjetër. Pasi të jetë pjekur, Po. edhe pasi të jetë ftohur. Edhe të jetë ftohur. Është e rëndësishme që sheqerin pudër t'ja hedhim mbëlsirave kur të jenë të ftohta, se ndryshe shkrin edhe humbet. Hidhja një këtë brumi në fakt se biskot është ky. Mos e kurseni, nuk është se është shumë. Bëj shumë i shishëm. Edhe këto do të rrisin edhe volumi nga veza, nga gjalpi dhe këto, do të shumë mirë. Edhe pak, edhe e mbaruam. Dhe e vendosim në furrë për ta pjekur me temperaturë? Me temperaturë, kjo do në 180 gradë dhe do të lëmë për 25 minuta dhe do të kemi gati. Okej. Bukurie. Nuk e di se ku, kemi ndonjë, po Është mirë. thuaj se gjithandej është në rregull. Kështu që? E kemi gati për ta vendosur në furrë, 180 gradë dhe do ta lëmë për 25 minuta. Edhe do të vijoj më tej kanti me pulën apo me Ta petullat? vëmë, jo, me pulën, Me ta pulën. fillojmë që ti kemi dhe atë dhe Pulën petullat. thjesht e kemi zjerë. Asgjë tjetër nuk kemi bërë tek pula, kështu që tani është momenti që të vazhdojmë me të gjitha punët e tjera që i duhen kësaj recete, të Por me cilat janë. pulën, ja se si do të bëhet, do të hedhim gjalpë në tigan të na shkri. Gjithë punën sot e kemi pas me gjalpë. Do thotë, po Katerina mërë shumë gjalpë e shumë gjëra shë këto. Po më kemi nevojë që tani fillon dimri, e kemi nevojë do me thënë këtë pjesën e yndyrës, që ta konsumojmë pak si më shumë. Po dhe nuk është se e teprojmë. Okej. Mbaj diku këtu. Dhe ta shojmë. Do me thënë shkrim gjalpin fillimisht. Po. Ta heqim këtë se s'na duhet. Do afrojmë atë tavën të lutem Anila. E kemi lyer me gjalp. Kam lyer unë pak me gjalp, por nuk është se është... është kjo tani receta tradicionale, mua më thanë zonjët, faktikisht edhe mua si ide më jep atë që thonë tiganisur, në vend që ta tiganisnin apo ta skuqnin atë, si të thuash, mielin në tigan, to i bëjnë në furrë. Që është e vërteta një tjetër shije merë kur bëhet në furrë, se në tigan. Mendoj se do të ketë një tjetër shije, edhe unë se kam bërë ndonjë herë tjetër, hera e parë, mënyra se si ma treguan, se çdo treve, çdo zonë ka ato mënyrat e veta të gatimit, dhe pse jo mos i provojmë dhe t'i shijojmë dhe ne dhe t'i shikojmë se si bëhen. Tani Anila këtu shikoti për punën e sobës, që të ndiset. Vajzat e reja duan këto me gishta, do të dish. Ne nuk i dim t'i përdorim këto kaq shumë. Kati ke 2 vjetë me mua, s'ke mësuar të përdorës. More, shiko, mozat e mia nga që gjithmonë bëhen me i dyre me këto gjëra. Jo, në fakt në këtë rast nuk është problemi i gishtave, është problemi i tenxheres, që e ke vendosur aty sipër dhe e ke fikur. Tani, shiko, tani që mos të vonojmë shumë, do të marrim një pjesë, domethënë të kësaj sa të shkri gjalpi tjetër, do të spërkasim këtë tavën, edhe pastaj marrim një luk më mirë. Marrim një luk. Të na ndihmoj. Se fillojmë edhe petullat i skuqim na. Jam basi të vëmë këtë. Na del koha? Po, patjetër që do na dalë, mos e nuk do shumë kohë tani ajo. Okej. Mos u shqetëso Anila, do bëhen të gjitha. Jo, thjesht dua ti. Ja, se kjo nuk do shumë kohë. Pulën e kemi të zjerë, neve treguam mënyrën se si zjehet pula. Tani këtu do që t'i hedhim gjalp komplet tavës, se mbi këtë do shtrojmë mielin. Ato më thanë mua 6 lug miell. Kush ta ka thënë këtë recetë, me kë ke folur? Edhe e falenderoj, faktikisht më thaj që mos e thuaj emrin, s'ka gjë, unë nuk do ta them emrin, s'ka gjithsesi, unë falenderoj edhe zonjën, 6 lug më tha të supës miell, kjo varet edhe nga masa e tavës, edhe nga personat që kemi në shtëpi. Unë do ta hedh kështu, do me thënë s'ka nevojë. Do ta shikojmë pastaj te pjesa e që do të hedhim lëngun e pulës. Ja, tani hedhim edhe pjesën tjetër të gjalpit, edhe vendosim në furrë. Dhe do të piqet aja. Po. Është se duhet ta kemi kujdes tani që mos na digjet. E qartë. Është shumë e rëndësishme tani. Do ta shoh unë. Ti e di që po thash. E kontrolloj unë pa me rak. Është djegur. Ajo është.
E pse mos të bëhet e mirë? E edhim këtë do me thëmë piqet mielli, pastaj ajo tjetra është e nxjerrim, edhe vendosim racionin e pulës, do me thëmë vendosim lëngun fillimisht e përziem, vendosim lëngun do të tregojmë më mirë, mos të rrim t'i themi 2 herë t'i bëjmë, e vendosim në furrë, ja kështu. Shikojmë tani se ç'do bëhet. Miell, gjalp, në furrë, pula është zirë, vazhdimit ta shohim pas pak. Iku dhe kjo punë. S'ka problem që kemi nga pjesa e gjalpit. Neve do hedhim këtu tani për të mos ta lajmë, s'ka problem ta lajmë. Gjalp kemi do aty. hedhim vaj. E do fillojmë të skuqim petullat. E kemi që kemi dhe vendin këtu nga pjesa e miellit. Kemi punë me miell sot, tartën, petullat, edhe mielli që na u desh për ata pastrojmë edhe një herë këtu. Okej. Ja. Petullat i kemi bërë me djath, kanë ca poza djathit të bardhë brenda. Do ta punojmë edhe një herë. Do ta punojmë, do me thënë edhe të hapim. Ta heq këtë? Nuk na duhet. E bëri punën e vetë. Mos e ki me rakanila se sa po e vendosëm. Po thash kush e di. Tani ka 2 mënyra këtë, e i marrin zonjat, i presin edhe kështu, e i formojnë toptha, edhe i hapin në këtë mënyrë, me dorë, edhe i vendosin për të skuqur. Kjo është mënyra, do me thënë, më e thjeshtë, ajo tradicionale që i bënim në këtë mënyrë, do me thënë, i punonim me dorë. Por, në atë tonën, nëse duam tani, i bëjmë edhe me atë, si tuash, i hapim. Ja i lem kështu. Dhe kur vim puna që i hedhim në tigan, i punojmë edhe pak. Ti bëm neve atje sa të nangrohet edhe vaj. Tani gramatur nuk do vëjmë ne këtu se sa do vetë njëra me madhe, njëra me vogël, s'ka problem. Po jo, se petulla. Ja thjesht kështu i punojmë neve çk kështu me dorë. Çk, dhe bëjmë petulla. Edhe bëhen, këto janë petulla që bëhen, do me thënë, në mënyrën tradicionale, më të thjeshta, më të shpejta. Por bëhen shumë të mira, të buta, të shishme, pse jo nga puna e djathit që kemi hedhur brenda, me kostë të janë bërë, pregatitur, ç'të hani, të buta do bëhen. Tani më shikoni, edhe do hapen ato në momentin që do i vendosim prapë për të skuqur, do t'i bëjmë edhe prapë një punim tjetër në dorë. Temperatura e nxehtë duhet të jetë. Jo se kam dhe unë para të mënyrën e pregatitjes edhe kam hallin se mos... Ka filluar të lëshoj kështu bulza, që do të thotë ka filluar të marrë temperaturën. Duhet ta lëmë të bëhet pak në ngjyrë kaf, mielin apo? Po, në ngjyrë ari. Në gjuhën tonë popullore. Se kaf është djegur. Po është edhe njerëz që jam e sigurt me ngjyrë. Edhe pak fare do, se ka ca vende mielli ende kështu. Pritanila se sa nxorëm ne këtu. A jemi për 2? Dërë tani kënë tjerë 6, kishe vënë aty, e 7 apo punohaj, 9 dalin aq. Na dalin 9. Po dalin, bëj 2 më të vogla? Ja, 2. Mirë. Ne të 2 më të voglat. Hajde sa për t'i provuar. Sa për t'i provuar. Po thoja, temperatura e tiganit në skuqjen e këtyre petullave duhet jetë e nxehtë apo duhen skuqur gradualisht? Fillimisht e vendosim, do me thënë që të marri temperaturë, pastaj e shikojmë, do me thënë, atë që kam thënë gjithmonë, vendosim dorën kështu nëse ka filluar që na jep atë, si thua, ngrohjen e dorës, themi që është bërë gati. Pastaj e lëm ashtu apo fillojmë edhe ulim? E ulim temperaturën. E di pse pyes se ka raste që për shembull këto petullat ose pitet na skuqen nga jashtë. Jashtë ngelen të qullta brenda. Sa e shikojmë, do me thënë ashtu, fillojmë dhe ulim temperaturën pastaj. Nuk e lëm që të kemi atë temperaturën e lartë. Ja do t'i shikojmë dhe neve tani këtu. Të pastroj duar tu. Anila, shikoj një atë të lutem. Mendoj që jemi të ngjyra e arit. Them se është okej. Gjithsesi për merak do ta shohësh edhe një herë vetë. Gjalp, miell, gjalp dhe zhvendosur në furrë. 6 lug miell. Kaq deri tani është zier pula. Mendoj që është recetë që mbaron shpejt, kështu që... Po, mbaron shpejt, nuk do shumë kohë, prandaj edhe e lam të fundit. Pra mjafton të jetë bërë zierja e mirë e pulës, edhe pjesa tjetër... Se që kishim sot këtë punë me miell sot. E në fund do pastrojmë tani lodhe me kohë se... U bë me miell. Po s'ka gjë në kuzhinë jemi, do kemi dhe miell. Vaj është bërë gati, ta shikoj dhe një këtë unë.
Edhe kjo është bërë gati, Anila. Është bërë, po thaje, mu duke... Nxori dhe aromën e mirë. Ja, Prit. ta tregojmë dhe anvisave? Kështu duhet jetë. Kështu duhet bërë. Edhe pse unë nuk e di, do me thëmë, po që them se kështu duhet bërë. Po, është ka marrë ngjyrën. Ku ta kemi atë më shumë Jemi shesh heqim pamin, ta heqim pak më andej. Vendosim tavën këtu se e kemi lëngun e mishit. Ja shumë mirë këtu. Sistemohemi. Okej. Ti filloj unë me petullat? Janë që këse do t'i pra, pojë dhe unë njëherë dhe shumë, aje, lërë të Unë dhe tani ftohet, do t'a lëm të ftohet. Garushten që të hedhim lëngun e mishit. Tek mishi kemi hedhur më përpara që kemi të ziher. Një aromë e mirë po në lëshoneve këtu, do me thanë, tani në momenti që hodhëm edhe këtë pjesën e lëngut. Do t'a trazojmë. Që të tretet. Po, të tretet pjesa e... Kujdes e këtë nxehta të... Nëse ke nevoj për të mbajtur. Më faleminderit, Anila. Çdo bëhesha pa ty këtu. Ja thua mua çdo bëhesha, do digjesha, nuk do t'i mbaroja. Nuk do digjesha, ja. Ke gjithë jetën në këtë punë. Edhe tarta ka filluar të piqet. Tani vendosim edhe mishin. Ne gjysmë pule kemi, faktikisht. Do t'a vëmë në mënyrën tradicionale, nuk e presim, do t'a vëmë kështu si që është. Pak gjalp do t'i hedhja si për të sopsa. Edhe lupë këtë thikon e kemi të gjalpit. Po. Ta dhash mirë thikon sot. Faleminderit. Të duhet ky lëngu më dhe ashtoj? Do ja hedhim dhe atë lëngu, do t'ja shtojmë edhe atë. Se pastaj që të dali, do t'i shtojmë pak, si thuash, gjalp me atë piperin e kuq. Edhe merë edhe atë ngjyrën në bukur pula. Edhe shien. Në rregull e kemi. Gjalpin e vendosim ande, Anila. E tani ta vendosim në furçë, shikojmë se ç'do bëhet. Shumë e mirë do bëhet. Pse? Mirë, shiko, lëng mishi, gjalpe edhe miell, sigurisht që do bëhet e mirë edhe piper të zi që kemi hedhur brenda, por do shohim gjithsesi. Pita, mbyllë që se po digjemi. Të shikojmë këtu. Unë jam bërë gjithë gjallë po kati. Jam bërë me gjallë në ftyrë? Jo. Ku më peti? S'ka gjë. Po jam bërë vëllaj. Ushqim i shëndetshëm është, kështu që nuk ka problem. Tani, tani ky tigani jo nga që ishte nga pjesa, duhet ta kishim larë faktikisht. Ta kishim shirë se mori këtë të gjalpit, po s'ka gjë. Gjalpi që digjet. Shikoj edhe njërë temperaturën, se una ula në fakt, se pas që po merte shumë nxehtësi tigani. Okej. Ja të shojmë da njërë, Anila. Mirë është, po. Të marrë një pjatë. Ja të shojmë. Na u hullë temperatura. Mos vendosim dhe një tjetër këtu. Merë një nga këtë që e më të vogla. Një heshtje madhe po presim petullat. E donte më shumë temperatura. Okej. Mirë, ne jemi në 5 minutë në pjesën e fundit. tartës o Anila e shikon atje si kemi. E shoh unë, doja dhe të shihnim recetat në ekran. Ne mund t'i shfaqim pak recetat në ekran, se i kemi parë vetëm në fillim. Kështu që i rikthejmë edhe një herë, meqense jemi drejt përfundimit të të gjithave. Le të themi gatimi ka mbaruar, kështu që po ju tregojmë edhe një herë se kush janë përbërësit që kemi zgjedhur për të gatuar pule tiganisur, recetë tradicionale korçare. Na duhet një pul, një lug miell, 100 gram gjalp, 2 thelpinj hudhra, një lug piper të kuq, kripe dhe piper. E kemi vendosur në furrë dhe do të shohim se si do të na dalë në fund. Tart me marmalat fiku, edhe kjo është duke u pjekur,
350 gram miell, 150 gram sheqer, 200 gram gjalp, 1 lugë pluhur pjekës, 2 të verdha vezësh, 1 pako vanilje, 1 filxhan marmalat fiku, edhe sheqer pudër në fund që do t'jetë për ta zbukuruar edhe para se ta shërbejmë. Petulla po skuqim tani, i kemi bërë me djath edhe me kos, 500 gram miell, 150 gram djath, 1 vezë, 1 lugë sodë buke, kos, 1 lugë lëng limoni, edhe vaj për skuqje. Edhe petullat tona do t'jenë gati të parat tani. Ndërsa recetat, për shembull pula do duhet pak më shumë kohë për të pjekur, kështu që po ju kujtoj se ku duhet ta shikoni të përfunduar atë. Në Balkan Web do të klikoni pak minuta më vonë, ku do të gjeni edhe videon e të gjithë shpjegimeve që i duan recetave të gatimit për sot, do të keni fotot ilustruese të pjatave të përfunduara, gjithashtu edhe recetat e shkruara për ta bërë punën tuaj më të lehtë. Dhe nëse doni t'i gatuani dhe t'i shijoni njësoj si ne, merreni parasysh edhe këshillat që Katerina ka sjellë në gatim në këtë ditë të enjte. Sa të mira dolën petullat. Edhe shikosh që nuk thithin dhe vaj. Kjo është shumë e rëndësishme. Ja, dy të parat janë bërë. Kështu do vazhdojmë me skuqjen e të gjithave. Shumë të shishme duken, edhe janë fryrë, kanë dhe copëza djathi brenda. Kështu që janë petulla që nuk ka nevojë me dojemos të shoqërohen me diçka tjetër, sepse brumi është bërë me kos, pra ka atë shijen e vet dhe kanë dhe djath. Bën shumë të mira. Edhe i hapim kështu në mënyrën, domethënë me dorë. 23 aty. Ja, do ta zëj që të bëjmë edhe ato. Që të kemi mundësi të pastrojmë dhe një qik të vëndin këtu. Okej, hedhim ju sytë e tarta. Po, mund të shikosh Anila tjetë. Unë mund të hapa, po nuk lejohet, është si keku? Jo, mund të hapësh Anila, nuk ka problem. Ansoret janë pjekur, kanë marrë ngjyrën. Në mes këto sipërfaqet majat e ngritura. Talëm dhe pak? Do dhe pak, sa që të mbarojmë do me thënë të bëjmë këtë. Marrë një tenxhere të vogël të bëja të gjalpin gati unë të keme pjesën e piperit, për pullën. Që ta hedhi ma shumë në fund fare. Okej, edhe do ta lëmë ashtu pastaj, se po. Do me thënë gjalpi në piper të kuq, i djegur, por që do me thënë duhet të shkrihet mirë djathi, le të themi, gjalpi, të marrë atë aromën të lëshoj, të skuqet piperi, edhe pastaj do të përkasim pullën nga sipër që e ndihmon për aromë edhe për shije, por ky proces është për ta kthyer prapë pullën në furrë, gjë që ne nuk kemi kohë ta bëjmë, por le të tregojmë gjysmën e gjës. Sot nuk e di pse e fiksuar vetëm tek ajo ana andej. Hiq tenxhere, vë tigan po tek ajo soba. Po mirë, hajde ja vendose handej këtë që të bëjmë gjalpin. Kjo tenxheria nuk na duhet. Do shkrimi lugë gjalp. Edhe. Okej. Ora 10. Unë po e nxjerr tartën. Po pra, më duket se i kisha bërë llogarit gabim. Ora 10. Unë po e nxjerr tartën nga furra për ta parë ai sa është pjekur. Pullën gjithashtu. Më duhet edhe një pecet tjetër. Kati, i mbarove gjitha pecetat, ma jep njërën të më ndihmoj, të lutem me. Ja urdhë. Nuk e di se u ashu shumë me këto, po ja, këto petullat në fakt, me thënë drejtën, jam e kënaqur. Pse, me qëfar si e kënaqur? Edhe tarta, besoj po do kohën e dur që të bëhet gati. Po që arome ka, e ndjeve aromën sa të mire ka? Ja, këtu Anila me që e kam gati unë këtë më të nxehtë. Po e ndjerë edhe këto, edhe pse nuk jemi... Nuk është e përfunduar, që të jemi... E s'ka marrë atë, do me thëmë, po që është e vërteta, bravo, kanë, si thuash, një gatim shumë të mirë, zonjat Korçare, duhet t'i falenderojmë. Shumë të mira. Edhe, t'u themi që janë shumë një koqire, gatimet e tyre janë shumë të mira, madje ato lakrorët e tyre që bëjnë tani në sezon të dimrit, jodhen
në verdhu, me thënë ajo, si thuash që është me domate, me qep që më pëlqen shumë, me fasule që bëjnë, me spinaq, me çfarë nuk bëjnë, do me thënë. Ndërkohë ta Janë ndaj një shumë, petu ta shohim nga afër, nga brenda. Ja ta hedhim edhe këtë. Shikoni sa e mirë është bërë. Anila, prit lutem, mos të djeg. Jam prit me gati të shohim petullën. Ja. Shiko, neve e zbukurua me këtë. Besoj do na... Shumë të mira janë bërë. Si thua, nuk duket më bukur tani? Tani, pasi ja kemi hedhur këtë sipër, do e vendosim prapë në? Do ta vendosim, neve se s'na është bërë ta më ashtu si Për momentin e lëm këtu se duhet të ndahemi me zonjat, por që duhet të qëndroj në furrë përsëri derisa të bëhet e gjithë pjekja e plotë e saj. Të lumshin duart. Faleminderit e dash. Jo, më nuk është se u lodha, po nuk e di pse ishin ca gjëra çik pak si me kështu siklet. Kujdes duart. Si ishin këto? Shumë të mira, provoja. Dalun mira? A janë të shishme? Shumë të shishme janë. Shumë të mira janë. Vaj s'kan thithur fare. Nuk kam thithur vaj, po. Nuk është se dola e pa kështu, do me thënë e pa sinqert për punën e vaj. S'kan fare vaj, por janë të buta, janë shumë të mira, të shishme, me këtë djathë, me kosin, me të gjitha. Edhe përshëndesim zonja që na kanë ndjekur edhe zotrin. Patjetër që i përshëndesim, i falenderojmë edhe për resetën që më ofruan edhe unë e ofrova për juve të dashur Anvisa. Mendoj që është shumë e mirë dhe shumë e shishme, bëjnë edhe ju pse jo në familje tuaja. Edhe çfarë t'ju them tjetër? Shihemi nesër. Të shikojemi nesër. Nesër në orën 9 me receta të tjera. Miru pashim. Shkojmë në publicitet.